Ke një kredi apo një borxh të vjetër në bankë, mos e injoro këtë. Mos e injoro. Ka një zgjidhje edhe për ty. A ke një kredi të papaguar prej vitesh? Mos mendo se duhet të pagosh të gjithë shumën. Ja që ka një zgjidhje që pak njerëz e dinë. Bankat shpesh pranojnë një marrëveshje kompromisi. Ti paguan një pjesë të borxhit dhe banka e fal pjesën tjetër. Kjo marrëveshje njihet si shlyrje me shumë të reduktuar. Një marrëveshje kompromisi, settlement për një kredi të pashlyer, sidomos nëse ka kaluar një kohë gjatë dhe borxhi është bërë i vështirë për tu mbledhur. Dhe ja ku hyn në lojë këtu edhe një ndërmjetës, pasi shumë persona arrin një marrëveshje më të mirë kur flasin nëpërmjet një eksperti që njeh procedurat, njeh njerëzit dhe di si të veproj. Ju do negocioni me bankën për një shumë më të ulët dhe nëse bini dakord, ti paguan, borxhi mbyllet. Por kujdes, kërko gjithmonë një marrëveshje me shkrim dhe mos paguaj asgjë pa një dokument zyrtar që e vërteton mbylljen e borxhit. Nëse dëshiron, mund të më tregosh akoma më shumë rreth situatës tënde dhe të ndihmoj të formulosh dhe një kërkesë për një marrëveshje të tillë drejtuar bankës tënde.